Luani. Shkrimtari dhe romancieri anglez Aldous Huxley ka qenë i shenjës Luanit. Në librin e tij Përtej gjirit Meksikës, që e ka shkruar në vitin 1934, ai ka shkruar: ritmi i natyrshëm i jetës njeriut është një rutinë që ndërpritet nga orgjit. Autori Aldous Huxley përdor termin orgji në kuptimin më të gjerë të fjalës, jo vetëm si takim apo marrëdhënie seksuale, por si shpërthim i papërmbajtur i pasionit që të çon në një çlirim të guximshëm, i cili si pasojë sjell thyerjen e rregullave apo të asaj që ai e quan rutinë e zakonshme. Pra, të çon në revolucion figurativisht. Luan, burr a grua qofsh, në ditët në vazhdim të pret tamam kjo orgji në thonjza, dhe je në momentin që duhet ta thyesh e ta shkatrosh rutinën e përditshme në do të ecësh përpara kudo qoftë, dashuri, punë apo biznes. Në rregull?